Kapitulli 8. Madhështia e Perëndisë. Fjala madhështi e ka prejardhjen nga latinishtja. Kur i atribuojmë madhështi dikujt, ne jemi duke pranuar madhështinë e atij personi dhe shprehim respektin ton ndaj kësaj madhështie, si për shembull kur flasim për madhërinë e saj mbretëreshën. Tani madhështia është një fjalë të cilën Bibla e përdor për të shprehur konceptin e madhështisë së Perëndisë, krijuesit dhe Zotit ton. Zoti mbretëron, ai është veshur me madhështi. Froni yt nga përjetësia i qëndrueshëm, ti je i tillë nga përjetësia. Psalmi 93, vargjet 1 dhe 2. Këto do të flasin për fuqitë e veprave të tua të tmerrshme dhe unë do të tregoj madhështinë tënde. Psalmi 145, vargu 5. Pietri teksa kujton vizionin e lavdisë mbretërore të Krishtit në momentin e shndrimit të tij, thot: U bëm dëshmitar okular të madhështisë së tij. 2 Pietrit kapitulli 1 vargu 16. Fjala madhëri përdoret 2 herë për Perëndin tek letra e hebrejve. Aty na thuhet që Krishti, kur u ngjit në qiell, u ul në të djathtë të madhërisë, në vendet e larta, në të djathtë të fronit të madhërisë në qiejt. Hebrejve kapitulli 1 vargu 3, kapitulli 8 vargu 1. Sa herë që fjala madhëri përdoret për Perëndin, ajo shërben gjithmonë si një shpallje e madhështisë së tij dhe si një ftesë për adhurim. E njëjta gjë është e vërtet edhe kur Bibla flet për Perëndin si ai që është në lartësi dhe në qiell. Kjo nuk do të thotë që Perëndia është shumë larg nesh në hapësirë, por që ai është shumë më lart se ne në madhështi. Prandaj, edhe duhet të adhurohet. I madh është Zoti dhe i denjë të përlëvdohet. Psalmi 48 vargu 1. Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një mbret i madh mbi gjithë perëndit. Ejani të adhurojmë dhe të përkulemi. Psalmi 95 vargu 3 dhe 6. Njohuria e madhështisë së Perëndisë nxit fuqishëm instiktet e të krishterit për të besuar dhe për të adhuruar. Mirëpo, kjo lloj njohurie i mungon shumicës së të krishterëve sot. Kjo është pikërisht një nga arsyet pse besimi ynë është kaq i brisht dhe adhurimi ynë kaq i plogësht. Ne jemi njerëz modern dhe si të tillë, ndonse kemi mendime të larta për veten, në parim kemi mendime të ulta për Perëndin. Kur besimtarët në kish e jo më njerëzit e zakonshëm jashtë saj e përdorin fjalën Perëndi, ata rrallëherë nënkuptojnë madhështinë hyjnore. Ekziston një libër shumë popullor me titullin Perëndia yt është mjaft i vogël. Ky është një titull tepër i goditur. Në këtë pikë jemi shumë larg nga etri tan ungjillor, madje edhe kur e rrëfejmë besimin ton me fjalët e tyre. Sa herë të filloni të lexoni Lutherin, Edwardsin ose Whitefieldin, edhe pse doktrina juaj mund të jetë e njëjtë me të tyren, shumë shpejt pyesni veten nëse e njihni me të vërtet Perëndin madhështor në mënyrë aq intime sa edhe ata. I vihet theksi së tepërmi konceptit që Perëndia është personal, mirë po kjo e vërtet shpallet në një mënyrë të tillë sa të lë përshtypjen sikur Perëndia është një person i ngjashëm me ne, i dobët, i pamjaftueshëm, i pafuqishëm dhe paksa patetik. Veç se Perëndia i Biblës nuk është i tillë. Jeta jon personale është një gjë e fundme. Ajo është e kufizuar në çdo drejtim, në hapësirë, në kohë, në njohuri dhe në fuqi. Ndërsa Perëndia nuk është i kufizuar si ne. Ai është i përjetshëm, i pafund dhe i gjithë pushtetshëm. Ai na mban në duart e tij, kurse ne nuk e kemi kurrë atë në duart tona. Sikurse ne, ai është personal, por në ndryshim nga ne, ai është madhështor. Me të gjithë theksin e vazhdueshëm mbi realitetin e përkujdesjes personale që Perëndia tregon për popullin e tij dhe mbi zemërmirësinë, butësinë, ndjeshmërinë, durimin dhe dhëmshurinë e thellë që ai tregon ndaj tyre, Bibla nuk na lë kurrë që të na shpëtojë nga syt madhështia e tij, si dhe sundimi i tij i pakufizuar mbi të gjitha krijesat e tij. Personal e megjithatë madhështor. Nuk na duhet shumë për të gjetur shembuj për këtë. Mjafton të lexojmë kapitujt e parë të Zanafillës, që nga fillimi i historisë së Biblës, përmes urtësisë së frymëzimit hyjnor, historia na shpaloset në mënyrë të tillë që të na ingulit dy të vërteta binjake. Perëndia me të cilin po prezantohemi është njëkohësisht personal dhe madhështor.
Askund tjetër në Bibël nuk gjejmë një përkushtim të natyrës personale të Perëndisë me terma kaq të gjallë. Ai këshillohet me veten duke thënë: "Le ta." Zanafilla, kapitulli 1, vargu 26. Ai i sjell kafshët përpara Adamit për të parë se si do t'i quajë ato. Kapitulli 2, vargu 19. Ai ecën në kopësht dhe kërkon të takohet me Adamin. Kapitulli 3, vargjet 8 dhe 9. Ai u drejton pyetje njerëzve. Kapitulli 3, vargjet 11 deri në 13, kapitulli 4, vargu 9 dhe kapitulli 16, vargu 8. Ai zbret nga qielli për të parë se çfarë po bëjnë krijesat e tij. Kapitulli 11, vargu 5, kapitulli 18, vargjet 20 deri në 33. Ai trishtohet aq shumë nga ligësia e njerëzve sa që pendohet që i krijoi ato. Kapitulli 6, vargjet 6 dhe 7. Paraqitjet të tilla të Perëndisë kanë për qëllim të shpalosin faktin që Perëndia me të cilin kemi të bëjmë nuk është thjesht një koncept kozmik, indiferent dhe jo personal, por një person i gjallë, i cili mendon, ndjen, vepron, aprovon të mirën, qorton të ligën dhe interesohet gjatë gjithë kohës për krijesat e tij. Megjithatë, këto pasazhe nuk duhet të na bëjnë të mendojmë se njohuria dhe fuqia e Perëndisë janë të kufizuara, apo se ai zakonisht nuk është i pranishëm dhe përpasoj nuk e ka iden se çfarë po ndodh në botë, me përjashtim të rasteve kur ai vjen konkretisht për të hetuar situatën. Por këta kapituj i përjashtojnë ide të tilla, duke na paraqitur madhështinë e Perëndisë si po aq jetike sa edhe personaliteti i tij. Perëndia i Zanafillës është krijuesi, i cili vë rregull në mes të rrëmujës, sjell jetën në ekzistencë me fjalën e tij. Krijon Adamin nga pluhuri i tokës dhe Evën nga brinja e Adamit. Kapitulli 1 dhe 2. Ai është Zoti i çdo gjëje që ka krijuar. Ai e mallkon tokën dhe ja nënshtron njerëzimin vdekjes fizike, duke e ndryshuar kështu rendin fillestar dhe të përsosur të botës së tij. Kapitulli 3, vargjet 17 deri në 24. Ai gjykon tokën me përmbytje, duke shkatëruar çdo formë jete, me përjashtim të atyre që ishin në ark. Kapitulli 6, vargu 8. Ai ngatëron gjuhën njerëzore dhe i shpërndan ndërtuesit e kullës së Babelit. Kapitulli 11, vargjet 7 deri në 9. Ai shkatëron Sodomën dhe Gomorrën me gjasa përmes një shpërthimi vulkanik. Kapitulli 19, vargjet 24 dhe 25. Abrahami vërtetësisht e quan atë gjykatësi i tërë tokës. Kapitulli 18, vargu 25. Dhe me të drejtë e huazoi emrin që Melkisedeku përdori për të. Shumë i larti Perëndi, sundimtar i qiejve dhe i tokës. Kapitulli 14, vargjet 19 deri në 22. Ai është i pranishëm kudo dhe shikon gjithçka. Vrasjen e kryer nga Kaini. Kapitulli 4, vargu 9. Prishjen e njerëzimit. Kapitulli 6, vargu 5. Mjerimin e Agarit. Kapitulli 16, vargu 7. Me të drejtë, Agari e quajti atë Elroi, Perëndia që më sheh, dhe e quajti birin e saj Ismael, Perëndia dëgjon, sepse Perëndia në të vërtet dëgjon dhe sheh, dhe atij nuk i shpëton asgjë. Ai e quan veten El Shaddai, Perëndia i plot fuqishëm, dhe të gjitha veprimet e tij ilustrojnë plot fuqinë e tij të shpallur nga ky emër. Ai premtoi një bir Abrahamit dhe gruas së tij, kur ata ishin mbi 90 vjeç, dhe ai e qortoi Sarën për të qeshurën e saj mosbesuese, për të cilën koha e vërtetoi që ajo e kishte gabim. A ka vallë diçka që është e pamundur për Zotin? Kapitulli 18, vargu 14. Ky nuk është një rast i veçantë kur Perëndia merr në dorë kontrollin e ngjarjeve. Në fakt, e gjithë historia është nën kontrollin e tij. Vetë parashikimet e tij të hollësishme për fatin e jashtëzakonshëm që ai përcaktoi që do të realizohej për farën e Abrahamit, kapitulli 12, vargu 1 deri në 3, kapitulli 13, vargjet 14 deri në 17 dhe kapitulli 15, vargjet 13 deri në 21, e kështu me radhë. Janë prova e këtij kontrolli. Shkurtimisht, e tillë është madhështia e Perëndisë sipas kapitujve të parë të Zanafillës. Nuk ka kufizime. Si mund të krijojmë një ide të saktë për madhështinë e Perëndisë?
Bibla na mëson për 2 hapa që duhet të ndërmarrim. Hapi I parë është largimi nga mendimet tona I kufizimeve mbi Perëndin, të cilat e zvoglojnë atë. Hapi I dytë është që ta krahasojmë atë me pushtetet dhe fuqitë të cilat ne I krahasojmë si të mëdha. Si shembull për të kuptuar hapin e parë, mund të marrim Psalmin 139, ku psalmisti mediton mbi natyrën e pafundme dhe të pakufizuar të pranisë, njohurisë dhe fuqisë së Perëndisë në lidhje me njerëzit. Ai thotë: "Ne jemi gjithmonë në praninë e Perëndisë. Ju mund t'u vidheni njerëzve të tjerë, por nuk mund t'i vidheni dot krijuesit tuaj. Ti më rrethon nga pas dhe përpara. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjiten në qiell, ti je atje. Në rast se e shtri shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, ende nuk mund të largohem dot nga prania e Perëndisë. Edhe aty, dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap." Vargu 5 deri në 10. As errësira e cila më fsheh nga sytë e njerëzve nuk mund të më fsheh nga vështrimi I Perëndisë. Vargjet 11 deri në 12. Ashtu sikurse prania e tij me mua nuk njeh kufi, po kështu nuk njeh kufi as njohuria që ai ka për mua. Ashtu sikurse nuk jam kurrë vetëm, po ashtu nuk jam kurrë larg vëmendjes së tij. Ti më ke hetuar o Zot dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, të gjitha veprimet dhe lëvizjet e mia. Ti e kupton nga larg mendimin tim, gjithçka që ndodh në mendjen time. Ti I njeh thellë të gjitha rrugët e mia, të gjitha zakonet, planet, synimet, dëshirat dhe gjithë jetën time deri më sot. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, e shqiptuar apo e menduar, ti o Zot e di atë plotësisht. Vargjet 1 deri në 4. Unë mund t'u afsheh dëshirat e zemrës, të shkuarën dhe planet e mia për të ardhmen njerëzve rreth meje, por Perëndis nuk mund t'i fsheh dot asgjë. Mund të flas në një mënyrë të tillë sa t'i mashtroj njerëzit e tjerë për faktin se kush jam unë në të vërtetë, por nuk mund të them e as të bëj dot asgjë që mund të mashtroj Perëndin. Ai sheh përtej gjithë rezervimit dhe shtirjes sime. Ai më njeh ashtu siç jam në të vërtetë. Në fakt, ai më njeh edhe më mirë nga sa unë e njoh veten time. Nëse do të mund të shmangja praninë dhe hetimin e Perëndisë, atëherë ai do të ishte një hyjni I vogël dhe I rëndomt. Mirëpo Perëndia I vërtet është madhështor dhe I tmerrshëm, thjesht sepse ai është gjithmonë me mua dhe syri I tij është gjithmonë me mua. Jeta bëhet e mahnitshme kur kupton se e jeton çdo moment të saj në nënvëzhgimin dhe në shoqërinë e një krijuesi të kudo ndodhur dhe të gjithdijshëm. Dhe jo vetëm kaq, Perëndia që sheh gjithçka është gjithashtu Perëndia I plot fuqishëm. Burimet e pushtetit të tij më janë zbuluar tashmë përmes trupit tim të mahnitshëm e të ndërlikuar, të cilin ai e krijoi për mua. Kur ballafaqohet me këtë të vërtetë, psalmisti I shndërron meditimet e tij në adhurim. Unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Ja pra cili është hapi I parë për të njohur madhështinë e Perëndisë, të kuptosh se sa të pakufizuara janë urtësia, prania dhe fuqia e tij. Shumë pasazhe të shkrimit na e mësojnë këtë, por më qartë na tregohet te kapitulli 38 deri në 41 të Jobit. Aty Perëndia zhvillon më tej pohimin e Elihut, që rreth Perëndis kemi një madhështi të hatashme. Kapitulli 37 vargu 22. Dhe shpalos përpara Jobit një shfaqje të jashtëzakonshme të urtësisë dhe të fuqisë së tij në natyrë. Ai e pyet Jobin nëse mund të shfaq një madhështi të tillë. Kapitulli 40 vargjet 9 deri në 11. Duke e bindur atë që përderisa Jobi nuk mund të matet dot me të dhe nuk arrin të kuptoj dot as situatën në të cilën ndodhet, atëherë as nuk duhet të hamendësoj se Perëndia e ka trajtuar gabim rastin e tij. Mirëpo nuk mund të merremi më gjatë me këtë çështje. I pakrahasueshmi. Si shembull për të kuptuar hapin e dytë, vështroni kapitullin 40 të Isaias.
Perëndia po u flet këtu njerëzve me të njëjtën gjendje shpirtërore si shumë të krishterë sot. Njerëz të brengosur, të nënshtruar, të ndrydhur, të cilët kanë hasur fatkeqësi të njëpasnjëshme. Njerëz që kanë humbur shpresën se kauza e Krishtit do të ketë sukses. Shihni se si arsyeton Perëndia me ta përmes profetit të tij. Ai u thot: "Vështroni pak veprat që kam bërë. A mund t'i bëni dot ju këto? A ka ndonjë njeri që mund t'i bëj? Kush i ka matur ujrat me gropën e dorës? Kush i ka marrë përmasat e qiellit me pëllëmb? Kush e ka mbledhur pluhurin e tokës në një mas apo i ka peshuar malet me një peshore dhe kodrat e tyre me një kandar? A jeni ju mjaft të urtë dhe mjaft të pushtetshëm për t'i bërë këto gjëra? Mirë po unë jam, sepse ndryshe nuk do të kisha mundur që të krijoja këtë botë. Sot diteni Perëndin tuaj." Profeti vazhdon dhe thot: "Vështroni tani kombet e mëdha dhe të fuqishme, në mëshirën e të cilave mendoni se jeni. Asiria, Egjipti, Babilonia, ju mahniteni me këto kombe dhe ndiheni të friksuar prej tyre, sepse ushtrit dhe burimet e tyre janë jashtëzakonisht më të mëdha se sa tuajat. Mirë po tani, konsideroni pozitën e Perëndis përkundrejt këtyre forcave të pushtetshme, të cilat i keni kaq shumë frikë. Ja, kombet janë si një pikë uji në një kovë, konsiderohen si pluhuri i një peshoreje. Të gjitha kombet janë si hiç para tij dhe konsiderohen prej tij si hiç dhe kotësi." Isaia kapitulli 40 vargu 15 dhe 17. Ju dridheni përpara kombeve sepse jeni shumë më të dobët se ata. Mirë po Perëndia është kaq shumë më i madh se kombet, saqë ato janë si hiç përpara tij. Sot diteni Perëndin tuaj. Vështroni mëtej botën. Mendoni për madhështinë e saj, për larmin dhe ndërlikimin e saj. Mendoni për 5 miliard njerëz që banojnë në të, si dhe për qiejt e pa anë si për saj. Sa figura vocërake jemi ne në krahasim me tër planetin ku jetojmë. E pra, çfarë është i tër ky planet madhështor në krahasim me Perëndin? Ai i shpalos qiejt si një vello dhe i hap si një çadër ku mund të banosh. Isaia kapitulli 40 vargu 22. Bota na bën të dukemi si hiç përpara saj. Mirë po bota vet duket si hiç përpara Perëndis. Toka është stoli i këmbëve të tij, mbi të cilin ai ulet plot siguri. Ai është më i madh se bota dhe gjithçka që gjendet në të. Prandaj, e gjithë veprimtaria e edhshme dhe e zhurmshme e miliarda personave të saj nuk ka më shumë ndikim tek ai, sesa cinxërimi veror i gjinkalës ndikon tek ne. Sot diteni Perëndin tuaj. Së katërti, vështroni figurat e fuqishme të botës, qeveritarët, ligjet dhe politikat e të cilëve përcaktojnë mirëqenien e miliona njerëzve. Vështroni të ashtu quajturit sundimtar të botës, diktatorët dhe ata që ndërtojnë perandori, pushtetit të cilëve mund ta zhyt globin në luftë. Mendoni për Senekeribin dhe Nebukadnesarin, për Aleksandrin, Napoleonin, Hitlerin. Mendoni për Kosiginin, Niksonin dhe Mao Tse-dunin. Mos mendoni vallë se këta njerëz të pushtetshëm përcaktojnë rrjedhën e ngjarjeve të botës. Mendohuni mirë, sepse Perëndia është më i madh se sa njerëzit më të fuqishëm të botës. Ai ka ta ndis princat në hiç dhe i bën të panevojshëm gjykatësit e tokës. Isaia kapitulli 40 vargu 23. Siç thuhet edhe në librin e lutjeve, ai është sundimtari vetëm i princave. Sot diteni Perëndin tuaj. Ende nuk kemi mbaruar. Vështroni së fundmi dhe yjet. Përjetimi universal më i mahnitshëm që njeh njeriu është që të qëndroj vetëm në qiellin e pastër të natës dhe të vështroj yjet. Asgjë tjetër nuk të jep një ndjesi më të madhe të përhumbjes dhe largësisë. Asgjë tjetër nuk ta jep kaq fort ndjesinë e vogëlsisë dhe të parëndësisë. Ne që jetojmë në epokën e udhëtimeve hapësinore, mund t'i shtojmë këtij përjetimi universal edhe njohurinë tonë shkencore të faktorëve të tjerë, numrin e pafund të yjeve miliarda vite dritë larg nesh. Mendja jon shtanget, imagjinata jon nuk mund ta konceptoj dot. Mendja jon mpihet e trulloset sa herë që përpiqemi të përfytyrojmë thellësitë e paimagjinueshme të hapësirës kozmike. Megjithatë, çfarë është kjo në krahasim me Perëndin? Ngrini sytë tuaj lart dhe shikoni. Kush i krijoi këto gjëra?
Ai që e nxjerr ushtrinë e tyre me shumicë dhe thërret gjithçka me emër, për madhështinë e fuqisë së tij dhe forcën e tij asgjë nuk mungon. Isaia kapitulli 40 vargu 26. Perëndia i nxjerr yjet në qiell. Ishte Perëndia që i vendosi ato së pari në hapësirë. Ai është krijuesi dhe zotëria i tyre. Të gjitha ato janë në duart e tij dhe i nënshtrohen vullnetit të tij. E tillë është fuqia dhe madhështia e tij. Soditeni Perëndin tuaj. Reagimi ynë ndaj madhështisë. Le ta aplikojmë doktrinën biblike të madhështisë së Perëndisë, siç na e përshkruan Isaia duke ngritur 3 pyetje, të cilat Perëndia u drejton izraelitëve të zhgënjyer dhe të dëshpëruar. E para: me kë kërkoni pra të më ngjasoni që të jem baras me të? Thot i shenjti. Isaia kapitulli 40 vargu 25. Kjo pyetje shërben si qortim për mendimet e gabuara rreth Perëndisë. Luteri i tha Erazmit: mendimet që ke për Perëndin janë tepër njerëzore. Shumica prej nesh gabojnë pikërisht në këtë pikë. Mendimet tona për Perëndin nuk janë aq të mëdha sa duhet. E kemi të pamundur të ballafaqohemi me realitetin e urtësisë dhe fuqisë së tij të pakufishme. Duke qenë se ne vetë jemi të kufizuar dhe të brisht, imagjinojmë që në disa aspekte edhe Perëndia është i tillë dhe kemi të vështirë ta besojmë të kundërtën. Ne mendojmë Perëndin si shumë të ngjashëm me ne. Perëndia na thot: korrigjojeni këtë gabim dhe mësoni se si ta pranoni madhështinë e plotë të Perëndisë dhe shpëtimtarit tuaj të pakrahasueshëm. E dyta: pse thua o Jakob dhe ti Izrael shpall, rruga ime i është fshehur Zotit dhe për të drejtën time nuk kujdeset Perëndia im? Isaia kapitulli 40 vargu 27. Kjo pyetje shërben si qortim për mendimet e gabuara rreth vetes son. Perëndia nuk na ka braktisur, ashtu sikurse nuk e braktisi Jobin. Ai nuk e braktis kurrë askënd mbi të cilin e ka vendosur dashurinë e tij, sikurse as Krishti, bariu i mirë, nuk humbet kurrë asnjë nga delet e tij. Është sa e gabuar, aq edhe mungesë respekti ta akuzosh Perëndin për harres, neglizhencë ose mos interesim ndaj gjendjes dhe nevojave të popullit të tij. Nëse i e dorëzuar mendimit që Perëndia të ka lënë duar bosh, lutu për hir që të vijë turp nga vetja. Një pesimizëm i tillë mosbesues e çnderon thellësisht Perëndin dhe shpëtimtarin ton madhështor. E treta: nuk e di ti vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufive të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet. Isaia kapitulli 40 vargu 28. Kjo pyetje shërben si qortim për ngushtësinë tonë për të besuar në madhështinë e Perëndisë. Perëndia dëshiron të na largojë nga mosbesimi ynë, duke na bërë që të na vijë turp nga vetja. Si është puna? Na pyet ai. Mos vallë ke imagjinuar sikur unë, krijuesi, jam plakur dhe lodhur? Vallë, askush nuk të ka treguar të vërtetën për mua? Shumica prej nesh e meritojnë këtë qortim. Sa të ngathët që jemi për të besuar në Perëndin si Perëndi sovran, i gjithdijshëm dhe i gjithpushtetshëm. Sa pak e vlerësojmë madhështinë e Krishtit, Zotit dhe shpëtimtarit ton. Ne kemi nevojë që të prehemi në Zotin, duke medituar mbi madhështinë e tij, derisa forca jonë të përtërihet kur këto gjëra të shkruhen mbi zemrat tona.